Klubi i handbollit Vllaznimi ka përfunduar sezonin dimror në vendin e 4. Ilir Bytyqi, antar i kryesisë së klubit, tha se Vllaznimi ka shënuar rritje në rezultate dhe se forma e lojtarëve është e mirë. Siç dihet, na një vit kena qenë pjesë e Ligës Parë Kosovës, pastaj na kthyer në Superligën e Kosovës. Ka qenë një vit i suksesshëm për neve, kena përfunduar sezonin në vendin e 4, fal angazhimit, mundit të madh gjithë lojtarëve edhe shtabit teknik. Bytyqi theksoi se pavarësisht sukseseve sportive, klubi nuk ka pasur mbështetje të mjaftueshme financiare. Kampionati ka qenë i suksesshëm, por kena pas edhe pengesa tona gjatë kampionatit, ku dihet që 2 herë brenda sezonit na është ndalu palestra sporteve për shkak të zgjedhjeve, po ashtu pengesë e madhe për neve ka qenë edhe mjetet financiare, për të cilat na kon shumë të mangët. E kena zhvillu kampionatin me mjetet tona vetanake, duke pas mirë kuptimin e gjithë lojtarëve, të cilët nuk janë pagu asnjë muj për këtë kampionat. Ai u bëri thirrje institucioneve dhe bizneseve që të ndihmojnë klubin kuqezi. Ne si klub nuk i kemi shpenzime të mëdha siç i ka basketbolli dhe futbolli. Na kërkojmë dhe kena me u angazhu që me i siguru këta, duke nisë prej Kuvendit Komunal Spori, pasi që dihet që vitin e kaluar nuk e kena fituar asnjë mjet financiar për shkak të edhe neglizhencës tonë pak, po edhe neglizhencës komunës. Jena në kërkim të sponsorëve, jo sponsor mega, neve na kryejnë punë edhe sponsorët e mesëm ose të vegjël, cilët na kishin ndihmu për një rrugtim të gjatë klubit tonë, pasi që dihet se sot si vjet e kena shënuar 70 vjetorin e klubit, edhe kena traditë madhe në këtë sport. Sipas Bytyqit, synimi i klubit të handbollit Vllaznimi është ruajtja e vendit të 4, i cili siguron pjesëmarrjen në garat evropiane.